mos i le këto 7 gjëra që të mos privohesh nga 7 tjera. E 7-a që do ta përmendi është më e rëndësishmja. Prandaj dëgjoje komplet këtë video edhe kujdes mos ec deri në fund. Se edhe tjerët të bojnë dobi, edhe tjerët janë të rëndësishme, por se e fundit është më e rëndësishmja. Qëndro me mua. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. E para, mos e le falënderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala për çdo të mirë që ta ka dhënë, për çdo begati, për çdo mirësi, për çdo dhunti, qoftë e dukshme apo e padukshme, qoftë e brendshme apo e jashtme, qoftë për atyre që i dim apo që nuk i dim. Sepse Allah subhanahu wa taala tha në Kur'an: la in shakartum la azidannakum. Nëse ju falenderoni, Allahu azza wa jall ja shton të mirat. Prandaj mos e lën falënderimin që të privohesh nga shtimi i të mirave. E dyta, mos e le përmendjen e Allahut subhanahu wa taala që të privohesh nga përmendja e Allahut ndaj teje, sepse Allah subhanahu wa taala tha në Kur'an: fadhkuruni adhkurkum. Ju më përmendni mua, unë ju përmendi juve. E treta, mos e le lutjen ndaj Allahut subhanahu wa taala, duajën, që të privohesh nga përgjigjja e Allahut ndaj teje. Allah subhanahu wa taala në Kur'an ka thonë: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Thot Zoti juaj, do ka thënë, lutmoni mua, unë ju përgjigjem. Edhe Allah subhanahu wa taala po ashtu me një tjetër ajet e ka vërtetuar këtë, e ka dëshmuar këtë: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur ty të pyesin robrit e mi për mua, unë jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Unë i përgjigjem lutjes së atij që lutet kur ai bën dua, kur ai lutet. Ndërsa përgjigjja e Allahut azza wa jall ndaj robit shkurtimisht ka mundësi të jetë në 3 forma. Nuk duhet të jetë patjetër në këtë dunjë atë që e kërkon. Ajo është vetëm një formë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar se ai kur lutet robi, do të thonë përgjigjja e Allahut ndaj lutjes së robit është në 3 forma. E para, ose Allahu subhanahu wa taala ja jep atë që po kërkon, apo Allahu xhelle xhelalu, kjo është më e madhja, më e dobishmja, më e vlefshmja për robin faktikisht. Kur dale para Allahut subhanahu wa taala, Allahu xhelle xhelalu i jep diçka në ditën e gjykimit. Thonë i përgjigjet ditën e gjykimit, ku ka njeriu më së shumti nevojë. Edhe na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbrohet nga një e keqe që është e ngjashme me atë lutje. Nuk duhet patjetër që përgjigja të jetë në atë që ke lut direkt, porse ka mundësi që të ndodhë në forma tjera. E katërta, mos e le istighfarin, kërkimfaljen, që të mos privohesh nga shpëtimi prej dënimit. Sepse Allah subhanahu wa taala tha në Kur'an: wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Tha Allahu azza wa jall nuk do t'i ndëshkonte ata, nuk do t'i dënonte ata ndërsa ti je në mesin e tyre. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk i dënon ata derisa ata i kërkojnë falje Allahut azza wa jall. E pesta, mos e le salavatin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kështu të privohesh nga 10 përshëndetje nga Allahu xhelle xhelalu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadith: men salla alayya wahidatan sallallahu alaihi 10. Kush më përshëndet mua një herë, Allahu atë e përshëndet 10 herë. Ndërsa përshëndetja e Allahut ndaj robërve të tij është në një formë shumë madhështore që kanë shpjeguar dietarët. Kanë thonë Allahu subhanahu wa taala e lavdron atë person, atë rob e përshëndet, e lavdron, e përmend në mejlisin më të lartë. Apo kanë thonë me një mendim tjetër, Allahu subhanahu wa taala e mëshiron atë me mëshirat përsëritshme derisa të arrijë 10 herë. Me një tjetër hadith e ka shtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dobit, ku ka thonë prandaj që të mos privohesh nga dobi, edhe këto të tjera dobi, mos e le salavatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke thënë Allahumma salli ala Muhammad, apo forma më e kompletuar që është ajo salavat el ibrahimia që i thojmë në namaz: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Pejgamberi alayhi sallam vëllezër dhe motra me një tjetër hadith e ka përmend se ai që e dërgon një herë një përshëndetje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, një salavat apo një salat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala e përshëndet 10 herë me salavate dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja, i largon 10 vepra të këqija
Para mendoni 10 vepra të këqija për një herë që thua Allahumma salli ala Muhammed, edhe e ngrit 10 shkallë. Edhe ky hadith është Nesai edhe hadithi është autentik. E gjashta, mos i le veprat e mira që kështu pastaj të privohesh nga jeta e mirë. Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an ka thonë: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Ai i cili vepron mirë, qoftë mashkull apo femër, na thot Allahu subhanahu wa taala kena më ia dhënë jetë mirë. Edhe në ditën e gjykimit kena më shpërblim më të mirë për atë që kam vepruar. Ndërsa e kundërta e kësaj, nëse i lën veprat e mira, edhe ja kthen shpinën udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala, çka ka thënë Allahu Jalla Jalaluhu: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." E ai i cili ja kthen shpinën udhëzimit tim, përmendjesime, fesë Allahut subhanahu wa taala, çka ndodh me to? Thot Allahu subhanahu wa taala, me të vërtet ai ka me pas një jetë të ngushtë, do të thonë në formë tash nëse direkte përkthejmë, kjo çka ngërthen, jetë plot brenga, derte edhe probleme, edhe nuk ka rehati dhe nuk ka jetë të mirë. Edhe e fundit, edhe më e rëndësishmja, cila është ajo? Mos e lën namazin. Mos e lën namazin që të privohesh nga ruajtje e shtyllës së fesë tënde. Dhe çështja kryesore e fesë tënde, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ra'sul amri al-islami wa amuduhu as-salah." Ka thonë çështja kryesore e fesë e islamit, edhe shtylla e saj, ka përmend një, shtylla e saj ka thonë është namazi. Një ashtu, mos e lë namazin që të privohesh pastaj nga çka? Nga drita, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë was-salatu nur, dhe namazi është dritë. Kur e kanë shpjeguar këtë dietar kanë thonë dritë në zemër, dritë në fytyrë, dritë në dunja, dritë në varr, dritë në ditën e gjykimit. Mos e lë namazin që të mos privohesh nga ruajtja efikase nga mëkatet, sepse Allah azza wa jalla ka treguar në Kur'an: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Me të vërtetë namazi na largon nga veprat e dyta, të fllihta dhe nga veprat e këqija. Mos e lë namazin që të mos privohesh nga vepra më e dashur tek Allah subhanahu wa taala. So vepra të mira ekzistojnë. Kur është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Abdullah ibn Mas'udi, cila është vepra më e dashur tek Allah subhanahu wa taala, në formë absolute është pyet. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë as-salatu ala waqtiha, ka thonë namazi në kohën e tij. Dhe po ashtu që të mos privohesh nga pastrimi nga mëkatet. Çish kemi u pastru ndryshe nga mëkatet. Namazi është pastrimi efikas, si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i pyeti sahabët, kur i tregoi atë analogjin, kur ja tregoi me lumin para derës, se kur ta kish me një lum para derës, edhe do të pastroheshim aty 5 herë në ditë. A do të kish mbet diçka prej papastërtisë? Kur i ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët, kanë thonë jo, asgjë. Ka thonë kështu është çështja e namazit. Por mes ti Allah subhanahu wa taala na pastron prej mëkateve. Edhe në fund mos e lë namazin që të mos privohesh nga xheneti, sepse Allahu na ka treguar në Kur'an kur do të pyeten banorët e xhehenemit: "Ma salakakum fi saqar?" Çka ju solli juve në xhehenem, në zjarr të xhehenemit? Qalu lam naku min al-musallin. Ata do të përgjigjen: nuk kemi qenë prej atyre të cilët e kanë fal namazin. Nuk kemi qenë prej namazlive. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.